si mundet që një njeri normal, shqiptar, dhe shqiptarëve në përgjithësi si aha qeni Shkopi, që ka minimumin e respektit për veten e vet. Pra që pranon të mbylli syt, pranon të mbylli veshët, pranon dhe ta talli çik veten se hajde mos jemi bashkë, po tallimi çik, po sidoqoftë deri këtu, si mund ta marrë seriozisht dhe t'i japi votën një force politike që e quan veten Aleanca Madhështore. Unë jam shumë i habitur, vërtet, të ulesh, të mendosh, si të quajmë, si çajmë do i vëmë kësaj? Madhështore. Ne jemi madhështorë, do ta bëjmë Shqipërinë madhështore. Dhe pastaj, slogani thot për Peqinin madhështor, për Mamurasin madhështor, për Shkodrën Vlorën madhështore, për Shqipërinë madhështore. Domthonë këtë lloj fushate dhe këtë lloj slogani e prodhon vetëm një çmendin.